Si çdo vit në ditën botërore të poezisë, klubi i shkrimtarëve Bota e Re e ka bërë traditë që të mbajë një takim mes poetësh. Prej vitesh ne festojmë duke u mbledhur së bashku një takim tradicional. 21 marsin, ditën e poezisë, janë përgatitjet për botimet e reja, janë përgatitjet e të gjitha për të hedhur me penën e tyre pikërisht ato ndjesi të bukura që zgjon pranvera. Por rizgjimi i jetës sjell edhe momente të tjera të gëzuara. Kështu që të gjitha këto duke u mbledhur së bashku do të jenë motivi i vargjeve poetike të poetëve të klubit tonë. Në këtë takim nuk mund të lihej pa përmendur ish drejtuesi i këtij klubi, Liriku Korçar Skënderusi, poeti me një karrierë mbi 50 vjeçare në fushën e letrave, autori 25 vëllimeve me poezi, ku i ka kënduar aq bukur jo vetëm qytetit ku jetoi, Korçës, por dhe dashurisë, nënës dhe familjes. Flas si drejtuesi i klubit Bota e Re, po edhe si biri njërit prej themeluesve të klubit Bota e Re, poetit Skënderusi. Është marsi i parë që nuk e gjem të pranishëm fizikisht mes nesh. Mua më ka bërë një përshtypje të thellë, është sinjali i pranisë së tij edhe përmes ëndrave në komunikimin e njerëzve që e duan. Po, ëndrat e njeriut krijues janë poezitë e tij. Për të uruar krijimtari të mbarë në vazhdim, poetët kanë sjellë krijimet e fundit që i kanë përcjellë mes tyre. Dhe mimozët gjithmonë bezi